keni analizuar ndonjëherë çfarë kuptimi ka fjala Prishtinë? Duket se deri më tani askush nuk e di prejardhjen e këtij emri, por përpjekje për të hedhur dritë për këtë çështje ka pasur dhe ka ende nga arkeologët, historianët e gjuhëtarët. Ne në kuadër të rubrikës Kryeqyteti u interesuam të mësojmë për këtë emër. Nga rrjedh fjala Prishtinë, çfarë kuptimi ka? A ka pasur ndonjë emër tjetër kryeqyteti i Republikës së Kosovës? Fillimisht kërkuan përgjigjen e qytetarëve, por duket se ata nuk e kanë as idenë më të vogël për prejardhjen e emrit të kryeqytetit. Përshëndetje, a dini çka do të thonë emri Prishtinë? Emri Prishtinë? Jo. Po, Prishtinë është, nuk e di do me thonë në emrit. Ajo shpeshherë u prish. Po gjithmonë u ndreq. Nuk di, haber s'kam. O prish, ka pas rast si o shprish, o djeg Prishtina, i ka met o prish Prishtina. Jo? Nuk e di. Jo. Dim djali mirë, nuk dim. Po, Allah s'po di vesh Prishtinë, ndoshta edhe stinë. Ma mërmeqë, tash do me thonë e forë s'pe di veç, ma mërmeqë, emri është i mirë, pse? Do me thonë ka një qytet i mirë i bukur? Jo. Kom dëgju do varianta, po ato kanë qenë slave që unë si kom pranu kur. S'kom pa diçka që është e prekshme mënyrë shkencore e studiume. Jo. Ja. Jo? Jo, ja nuk di. Jo, vallahi. Jo, emër ma ne nuk di une. Jo e dini, me më kalëzru mu ma mirë të ditë atë kalëzë i dikuj. Por në mesin e qytetarëve kishte edhe të atyre të cilët kishin krijuar edhe teoritë e tyre për këtë emër. Po, qyteti më i prisht në Kosovë. Për që ta quhet Prishtinë. Ndërsa disa të tjerë kanë dëgjuar diçka për etimologjinë e emrit Prishtinë nga gojdhënat. Për ty bene di lo shkemi. Heq, Prishtinë diçka prisht, nështë stinë ndryshojnë e për që ta tonë Prishtinë mrena 24 orëve. Dhe me thonën nuk ja di, për para kanë thonën që kishe Prishtina o prishe, tani ndreqe, nuk ja di bashkë mirë. Prishtinë, që për të regoj, sa kom dëgju, Prishtinë ka qenë i vend treg, për me shit, Prishtinë, për shitje. Qështu është afërsisht Prishtina, qështu. Ka variante ndryshe, për kjo mu ma rokë ma shumëti. Mirë po duke se këto gojdhëna nuk qëndrojnë dhe nuk kanë asnjë bazë shkencore. Të paktën kështu thot arkeologu Haxhi Mehmetaj. Ajo është një interpretim i lirë, dhe më thënë një interpretim që nuk ka bazë shkencore. Ama interpretire tilla, dhe më thënë ka pas, do të ketë në tarmen, por që nuk kanë asnjë bazë shkencore me Prishtinë e Stinës, sepse Stina e Prishtinës nuk dallon edhe nga qytetet e tjera, ose dallon fare pak nga qytetet e tjera, dhe më thënë ka një klim kontinentale, sikur se si që ka dhe më thënë pjesa më e madhe e Kosovës. Përveç gojdhënave deri më tani prejardhja e emrit Prishtinë nuk është studiuar nga askush. As gjuhëtarët, as arkeologët e as historianët ende nuk kanë dhënë një definicion të sigurt në baza shkencore për emrin e qytetit palum. Megjithatë ekzistojnë disa hipoteza të ngritura në bazë të gjeturave në dokumentet e vjetra të studiuara. Dikush thotë se emri Prishtina lidhet me perandorin Justin. Të tjerë konsiderojnë se kryeqyteti i Kosovës është emëruar në bazë të disa kështjellave. Disa konsiderojnë se emri Prishtinën kupton një vendbanim të mëhershëm. Prandaj ne kontaktuam arkeologë e historian, ndërsa gjuhëtarët nuk ishin të gatshëm të flasin për këtë çështje. Arkeologu Enver Rexha pranon se deri më tani nuk është studiuar kjo çështje, pavarësisht se janë lëshuar disa hipoteza të paargumentuara.
është interesant që në shumë libra apo broshura apo shkrimet punonësve nuk është sqaru sa duhet, po flasë edhe në aspektin e historianëve që miren me ato fusha, ndoshta edhe në aspektin e arkeologjisë, etimologët që janë ekspertët për emërtimet, për historikun e emnave, të vendbanimeve e tjera, me sa di unë pak jenë marrë me këtë çështje. Edhe me të vërtet pak e gjonë kështu të elaborume, ka disa qëndrime, cilat parimisht mund të lëshohen si teza apo hipoteza që quhen, të pa argumentume deri më tani. Në fakt, dua të them se kultura materiale në Prishtinë, por edhe në rrethinën e Prishtinës dëshmon për një kontinuitet të gjerë dhe shumë të thellë në kuptimin historik, dikund që nga periudha neolitit, rasti Tjertorës ose Bërnicës ose Matiqanit ose zonave përreth dëshmojnë për një kulturë materiale e cila në kuptimin kohor ka një distancë diku 6000 vjeçare. Periudha e ma vonshme identifikohet me kulturën dardane, e cila ma vonë bie në një përzirje me kulturën latine, respektivisht kulturën romake, prandej në këtë kontinuitet 6000 vjeçar, në këtë kuptim mund të vime dhe deri të emni Prishtinës në aspektin etimologjik. Ekzistojnë disa teori, por janë hipotetike, prandaj në kuptimin hipotetik mund të themi se asnjëra nuk është e vërtetuar, ende nuk ka një bazament të mirëfillt shkencor. Me qenë se ende nuk e kemi një tezë të bazuar në shkencë e cila mund të qartësonte etimologjinë e emrit Prishtinë, ne do të flasim për ato hipoteza të ngritura deri më tani. Arkeologët janë të bindur se emri Prishtinë përmendet që nga shekulli 15. Njëna prej elementeve bazë që unë mendoj, emri Pristina, do më thonë shyhi është prapastes e gjuhës shqipe, po është më e vonshme. Pristina figuron edhe në hartat e mesjetës, apo hartat e para që fillojnë prej shekullit 15-16 dhe e knejt, quhet Pristina, edhe në fjalorin vulgar latin. Do të thonë, latinishtën e vjetër Pristina e ka një kuptim jo bukfal, po përkthehet në kuptimin vendbanim i vjetër i qytetëruar. Do të thonë, një vend i ndërtuar i mahershëm. E ka atë kuptim, terminologjia Pristina. Normalisht Prishtina e sotme. Puna në terren e arkeologëve mund të sjellë atyre edhe fakte tjera sa i përket prejardhjes së emrit Prishtinë. Arkeologu Haxhi Mehmetaj është i bindur se teoria më e afërt me të vërtetën rreth emrit të kryeqytetit është ajo që lidhet me perandorin Justinian. Unë do t'i referohesha Prokopit të Cezares, fjala është për një autor antik i cili ka qenë shoqërues i Justinianit, të thonë ekspeditat e tij, dhe ai ka shkruar për kështjellat dhe për ndërtimet dhe rindërtimet e Justinianit. Në mesin e 61 kështjellave, ai përmend edhe një kështjellë me emrin Priskupera. Përgjasimi i emrit Priskupera dhe Prishtina, domethënë është bukur i madh. Prandaj ne mendojmë se Priskupera, një kështjellë e cila gjendet në Sofali ose në Kolovic, pra ne tash kemi identifikuar dy kështjella. Njëra prej tyre do ta ketë pasur emrin Priskupera dhe Priskupera i ka dhënë emrin Prishtinës së sotme. Po ashtu është konstatuar që Prishtina ka edhe antikitetin, domethënë periudhën kur është bërë edhe emërtimi, domethënë emërtimi duhet të jetë dikun i antikitetit vonë ose mesjetës së hershme. Asnjë teori e deri më tanishme nuk e justifikon 100% në kuptim shkencor emrin Prishtinë. Historiani Muhamet Mala tregon se emrin Prishtina mund ta hasim si toponim dhe antroponim. Megjithatë ai konsideron se emri i Prishtinës është përmendur që nga periudha e princit kroat Mutimirit në shekullin e 9.
Prishtinën e hasim ndoshta si emën, jo si toponim, po si emën personal, si antroponim, në një territor relativisht të lartë prej Prishtinës, kryesisht në një dokument të shekullit 9, me konkretisht të vitit 852, të një dokument të një princi Krahët Mutimirit, ku përmendet një emën personal, ose një princ shpatmbajtës me emrin Prishtina. Edhe pse ende nuk është hedhur dritë mbi emrin Prishtina, ekzistojnë disa supozime që mbështeten në burimin i lirë të fjalës apo edhe në atë latin, pristinume, e dikurshme. Në kuptimin tjetër të toponimit, jo të antroponimit, emrin Prishtin disa e lidhin me gjuhë indo-evropiane, me latinishten, ndoshta edhe me ndonjë gjuhë më të vjetër, ndoshta edhe me ilirishten, dhe ja japin kuptimin e një emri që nënkupton diçka të vjetër ose diçka të përparshme, më konkretisht nga latinishtja pristinum, që do të thotë i përparshëm, më i hershëm. Ekziston edhe një teori jo shumë e hulumtuar që ndoshta emrin e Prishtinës mund ta lidhim edhe me emrin Justin ose Justinianit edhe Justinit, paraardhësit të tij që parafërsisht kanë funksionuar, domethënë nga këto zona, nga zona e Dardanisë antike e më vonë edhe si pjesë e Bizantit. Emri Prishtina dhe me vetë faktin se ka njerëz që pak a shumë janë marrë me studime historiografi edhe pak arkeolog, po më të pakt, që lidhet pak a shumë në aspektin etimologjik, ka kuptim Prima Justina. Prima Justina është një qytet i cili ka ekzistuar, është i themeluar në shekullin e 6 nga perandori Justini i parë, perandori me prejardhje Dardane, domethënë është paraardhësi i Ynit, Dardani i Lirë, perandori Justiniani i parë, dhe ai themelon dy qytete, Prishtinën Justinën e parë edhe Justinën e dytë, apo Prima dhe Sekonda Justiniana. Deri me sot është interesant që për Ulpianën, vendbanimin që lidhet me këtë vendbanimin ton, qytetin e Prishtinës, sot është tonë që është Justiniana, Sekonda Justiniana, apo Justiniana e dytë. Por logjikisht Prishtina, Prima Justina ka një logjik që mund të lidhet, por nuk është hulumtuar. Domethënë është vetëm hipotezë. Gjuhëtarët shqiptar apo edhe ata serb kanë ngritur teori të ndryshme sa i përket emrit Prishtina. Megjithatë, sipas arkeologut Haxhi Mehmetaj, ato nuk kanë asnjë bazë historike as gjuhësore. Kam dëgjuar teori të ndryshme, domethënë zakonisht gjuhëtar, qoftë ata shqiptar, qoftë ata serb, domethënë duke mos pasur ndonjë kronologji, duke mos e njohur historikun e zhvillimit të Prishtinës, kanë shfaqur edhe mendimet të tyre dhe teori të ndryshme që mund duket se nuk qëndrojnë. Domethënë, të gjitha teoritë parahërëndëse, pas teorisë që Prishtina duhet të rrjedhë nga Priskopera, domethënë nga një kështjellë e antikitetit, ato nuk qëndrojnë, nuk kanë asnjë bazë, as historike, gjuhësore, domethënë nuk di them kanë apo nuk kanë gjuhësore me vetë faktin që nuk jam gjuhëtar, por mendoj që domethënë që Prishtina ka trashëguar emrin në kështjellë të antikitetit që ndodhen në periferitë të Prishtinës. Sido që të jetë, ka apo jo studime rreth prejardhjes apo domethënies së emrit Prishtinë, për secilin njeri që ka banuar apo edhe banon në kryeqytet, ka kuptime të shumta që mbase shpeshherë lidhen me jetën e tyre këtu në Prishtinë.